Të nderuar televizionistë së mirëmbrëma. Në pjesën e parë të këtij emisioni, ne do të flasim për ngjarjet më të rëndësishme të aktualitetit dhe të kronikës që, me thënë drejtën, nuk janë pak. Ato ndodhin dendurisht tani, po të mos jetë një në fushën e krimit, është një në fushën e po të krimit ose të ekonomisë ose të botës financave e tjera. Pra, nuk mbetemi. Ky zot nuk na lë pa ngjarje me prashësin politikës që mblidhet aty te parlamenti që keni parë ju dhe të gjithë thonë fjalë shumë, bërtasin, kanë vënë përpara dhe presidentin e shkretët, më thënë Gazbardi, kishte vënë përpara dhe bërtiste me gjithë fuqinë sikur ky e ka prishur Shqipërinë. Nuk i thon dot atij të gjatit, më duket më, nuk i flasin dot atij dhe e kishin vënë shumë përpara sot dhe po shikoja unë gjithë ditën. Isha dhe 3 ora në shtëpi të gjitha dhe shikoja presidentin nuk la gjë pa thënë, derisa e përzon gazin. Kandidati i pafajshëm nuk është presidenti. Cili bë pjesën e vet. Po pse e rregullon gjë ky? Po të rregullon. Sigurisht është kreu i shtetit. BKH ka zbarkuar në ambientet në pronësit biznesmenit Artan Dulaku. Çfarë ka ndodhur vallë? Afera bankës ndërkohë po hetohet nga SPAK, me dyshimet për grup të strukturuar kriminal. Pra më në fund prokuroria e Firit, Organizat kriminal. Organizat, më falni, Organizat kriminal, se unë nuk i di mirë të përcaktimet. Dhe për këtë do të flasim, por dhe për disa ngjerat e tjera të aktualitetit, pastaj në pjesën e dytë ne do të shikojmë se nesër zhvillohet një miting shumë i madh, po vinë nga Kosova dhe në Kembë, ndërkohë të shikues popullata me flamure me të gjitha, do të zhvillohet një miting i madh, domethënë mbrojtje të luftëtarëve dhe të drejtuesve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, por dhe një sher i madh ka plasur këtu. Kush e do më shumë UÇK-n dhe Kosovën dhe po shyen dhe njëri tjetrin, Rama me Berishën, e do më shumë Berisha, e do më shumë Rama. Nuk kesha të dëgjosh. Të ftuar në studio për pjesën e parë, Klodiana Lala, faleminderit shumë, zonja Lala, Ola Xama, zonja Ola, faleminderit. Zoti Ferdinand Erviqi dhe Xhevair Zlabina, natyrisht edhe për ju, faleminderit. E para, SPAK më synte Dulaku, pse? Zonja Lala, ditën e sotme, si që thashë, BKH ka zbarkuar në ambientin në pronësit biznesmenit Artan Dulaku. Çfarë ka ndodhur vallë? Ta njerëz të urtë të gjithë, se një unë me sa mbajmë të gjitha se disa kohë kemi. Po ju ndoshta i njihni si koleg, ndërkohë SPAK-u i ka si subjekte. Kolegi, ose unë jam gazetar, kam bashkëpunuar dikur në gazetën. Po pra, në këtë aspekt e kisha, po SPAK-u shikon si subjekte të hetimit penal, kështu që ka një hetim prokuroria e posaçme kundër korrupsionit, patjetër. Po, sigurisht. Ka një hetim prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar që lidhet me bazën e Limionit, pra me skandalin e pronave të ushtrisë, që është një hetim i nisur më shumë se 2 vite më parë, dhe bëhet fjalë për 4 vite e gjys. E nisur zyrtarisht, sepse kallëzimi është bërë shumë më herët, po flas për kohën e hetimit, dhe që në kuadër të kësaj çështje penale është urdhëruar kontroll edhe në banesën dhe zyrën e zotit Dulaku, si dhe është ushtruar edhe kontroll personal që nënkupton qyrjen e celularit të biznesmenit. Me sa duket, prokurorët, për gjatë kësaj kohe të hetimit, kanë siguruar të dhëna që i kanë orientuar pra në kërkim të provës në drejtim banesës së biznesmenit dhe kontrollet janë ushtruar në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme dhe po ashtu edhe deri në orët e drekës, kur ka përfunduar i gjithë kontrolli i kryer nga Byroja Kombëtare e Hetimit. Nuk kanë qenë të përfshirë forcat e policisë së shtetit, kanë qenë vetëm hetuesit e BKH-s, pasi është përfunduar kontrolli tek biznesmeni Artan Dulaku, që konsiderohet kontroll banese zyre pra të ambienteve, por edhe kontrolli personal, është kryer kontroll edhe në zyrën e Genart Kastratit, është shtetas i Kosovës dhe është administrator i disa kompanive që po ashtu kanë pjesë të koncesionit të portit të Limionit. Historia e bazës Limionit është një histori që më herët ka dërguar... Jo, para se të thuash këtë, unë dhe spjegosh se timin bashkë me Zamën dhe Ferdinandin, para se të spjegosh të, le të ndjekim i sinkron të kryeministit që flet për këtë hetim kohë më parë. Sinkronin e lutem. Absurdi arrin deri në pikën ku merret peng me sekuestro preventive në emër të NATO-s, një investim me rëndësi strategjike, 200 milion euro rreth në Limionin e Sarandës, i cili qysh në kohën e Zogut ka pasur plan zhvillimi për marinë turistike.
dhe është pjesë e programit tonë qeverisës. Ndërkohë që prej 2 a 3 vjetësh rri blokuar se hetohet mënyra si është lidhur kontrata. Unë nuk duhet komentoj se bëj asnjëherë arsyet e atij hetimi. Kjo s'është puna ime. Ma nuk duhet një diplomë në juridik për të kuptuar se të hetosh se si u lidh një kontratë e shtetit me një sipërmarrje private, s'të jep asnjë të drejtë. Ta bllokosh investimin e asaj sipërmarrje, aq më tepër ta bësh këtë në emër të NATO-s dhe të sigurisë kombëtare, duke bërë NATO-n të qesh kur e dëgjon këtë histori dhe duke ndërhyrë në kompetencën e një pushteti tjetër të pavarur, i cili është sovran në vendimarrjet e veta për sigurinë kombëtare. Pra ky ishte prononcimi i kryeministrit në marsin e vitit 2024, një vit e pak më parë, apo jo, i bie. Ndërkohë që po vjonin hetimet, sepse në atë kohë pak më herët është pyetur edhe ish ministrja e mbrojtjes Olta Gjaçka, që është marrë në pyetje nga SPAK pikërisht për këtë çështje. Dhe në këtë çështje çfarë është hetimi SPAK për Limionin, duke lexuar unë vazhdimisht tani skaletin po ndërtojnë e thosha limon. Dhe më thoshin jo limon, limion. Tani, kur ka zëna fillën ky hetim, që kush i përfshirë dhe a ka zyrtar të lartë po hetohen? Po patjetër, sepse për shkak të zyrtarëve të lartë, prokuroria e posaçme e ka nisur këtë hetim. Është pyetur zonja Olta Gjaçka, po ashtu dyshohet që ka patur rol edhe presidenti aktual i Republikës në cilësinë e shefit shtabit të forcave të armatosura, ka të bëjë me planin e përhapjes dhe vendosjes pronave të ushtrisë, dhe nuk është vetëm kjo pronë e cila dyshohet që është bërë, nëse mund ta them, abuzim me të, por ka edhe prona të tjera që sigurisht në të ardhmen mund të hetohen dhe mund të dalin të dhëna. Porti është kaluar me koncesion dhe njëra nga kompanitë që është, pra kompania koncesionare, është edhe zoti Dulaku. Për këtë arsye, SPAK ka shkuar sot dhe ka bërë kontroll në ambientet e zotit Dulaku, ka bërë edhe kontroll personal, ndërkohë që ka kontrolluar edhe ambientet e Genarit Kastrati, që është, sikur se thash, administratori i kompanive të tjera, sepse nuk është një kompani vetëm që ka koncesionin, ato pastaj janë kompani më madhe bi që ora mund të shpjegoj më mirë në mënyra se si është ndërtuar i gjithë koncesioni. Dhe momenti kryesor është pikërisht përfshirja e zyrtarëve të lartë në këtë aferë, sepse të tillë po e heton. Po ajo është baza. Baza e gjithë dhe ajo pjesa tjetër pastaj ku s'ka ndërtime, që është gadishulli i Limionit, që është 26 hektar, që është dhënë këtyre 2 kompanive. Ndërkohë që të kuptojmë, baza rreth 4 hektar janë brenda planit të përhapjes, që është pronë, që është e ushtrisë, dhe që duhet po të shkojë të bëhet ndërtim apo të bëhen punime aty apo të jepet kompanive të tjera, duhet të dali me dekret të presidentit nga plani i përhapjes. Mushallari ka denoncuar. Gjithë debati bëhet për këtë pjesë. Gjithë debati bëhet për këtë pjesë. Ka denoncuar. Po, ky është denoncimi i parë nga komandanti i flotës detare. Kjo është denoncuar në vitin 2021, po në vitin 2021, dhe numri i kallëzimit penal është 109. Tani, nëse mund të... Ja ta mbaroj Klodi dhe patjetër. Aty është shumë i qartë, përveç faktit që nuk është nxjerrë nga plani i përhapjes, ka edhe një problematik tjetër, është shtrirë sipas dyshimeve të prokurorisë, kompania koncesionare. Po si s'den kjo kur nuk është nxjerrë nga plani? Po ky pra është gjithë skandali. Prandaj po hetohet. Ky është problemi. Ky është skandali. Problemi ka SPAK-u. Në vitin 2019 hapet një procedurë koncesionare nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për të dhënë bashkimit operatorëve Kastrati Group dhe kompanisë tjetër Edilal 2019 për të dhënë me koncesion shfrytëzimin e portit Marina Limion. Më pas në vitin 2020 është dhënë një tjetër vendim i Këshillit të Ministrave për të dhënë në shfrytëzim 260.000 metra katror apo 26 ekrat të tokës të Marina Limionit për rreth, ku një pjesë e saj ishte brenda planit të përhapjes dhe ishte në pronësi të flotës detare. E gjithë kjo procedurë është bërë nga shefi i shtabit të përgjithshëm në atë kohë, ka qenë zoti Bardyl Kolçaku, i cili e ka dërguar për miratim këtë kontratë me kërkesë të kompanive të interesuara te Ministria e Mbrojtjes në atë vit, në atë periudhë ka qenë zonja Olta Gjaçka.
kjo është bërë pa marrë mendimin dhe miratimin e flotës detare që ishte pronari dhe pa marrë dhe miratimin e presidentit që ishte zoti Ilir Meta, president në atë kohë, i cili duhet që të nxirrte një herë me dekret nga plani përhapjes tokën e flotës detare që ishte brenda zonës që u dha për shfrytëzim dhe e gjithë kjo procedurë me shkelje më pas është kallëzuar nga ish komandanti flotës detare zoti Artur Meçollari. Po ashtu ai ka bërë një tjetër shtesë të ky kallëzim sa i takon dorëzimit të kësaj toke, kompanive Edilal dhe Kastrati Grup, sot Kastrati Energy Trade, sepse ka ndryshuar pronësim të kontrata e qeras që shpirmosur me Ministrinë e Financave, dhe dorëzuesi ka qenë shefi shtabit në atë periudhë presidenti i Republikës zoti Bajram Begaj. Dhe është bërë kallëzim edhe për pra kanë qenë dy. Njëra pjesë ka qenë shef shtabi i përgjithshëm zoti Bardyl Kolçaku kur është dhënë koncensioni gjithashtu edhe toka me qera për shfrytëzim për €1 për 20 vjet dhe pjesa e dytë, faza e dytë është lënia në dorëzim dhe aty nisën punimet. Më pas, prokuroria e posaçme ka marrë një vendim të miratuar në gjykatën e posaçme për të vendosur në sekuestro dhe për t'ia lënë këtë njësi operacionale flotës detare. Është sekuestruar për momentin. Pra dhe nuk lejohet. Sa kohë ka e sekuestruar? Nga 2023. 2 vite. 2 vjet. Pra, është pasi u sekuestrua ndërhyri zotëria që e pat aty tha që shkjo tha NATO, në fakt NATO nuk përmendet gjykundja. Ndërhyri kryeministri thua. Po, tani ideja është kjo është një pronë e ushtrisë. Prona e ushtrisë nuk është pronë e Këshillit Ministrave. Që të futet, pra të bëhet pronë e Këshillit Ministrave, duhet të dalë një dekret i presidentit që ta nxjerrë si pronë. Tani që ndodh? Për ta folur, për ta shpjeguar pak më hollësisht. Pasi bëhet, pra pasi këtyre dy kompanive, dy shoqërive u jepet ky koncesion, futet në lojë forca detare për pjesën e bazës së Sarandës. Ajo është një bazë ushtarake që quhet ndihmëse, sepse është në ndihmë të bazës detare të Pashalimanit. Pra, baza detare e Pashalimanit është baza e autoritetet nuk ishin mundësi të shironin këtë nga Po pra, ta shpjegoj. Aktualisht, pra 20.000 sa ishin 20.000 metra katror ishin më shumë, 4 hektar ishin ato që kanë problemin. Të tjerat i kishte Këshilli i Ministrave dhe i jepte. Problemi është te kjo pjesë që ka ushtria. Tani ç'a ndodh? Me që ajo ishte e forcës detare, bie dakord me forcën detare në atë kohë, që Kastrati dhe ky tjetri të ndërtonin një bazë të re. Jo aty ku është, pak më tej më në thellësi. Dhe bëhet dhe një preventiv, pro buono me marrëveshje, se ç'a do kishte kjo bazë e re? Do kishte një bankim, ku do ankoroheshin disa anije ushtarake, do kishte ndërtesë, do kishte një depo, karburanti e tjera, diku në shifrën 2 milion deri në 3 miliona, 2 milion e gjys euro. Këtu kërcet dhe debati. Olta Gjaçka i thret këto të forcës detare dhe i thot ç'është kjo 2.5 që keni bërë ju? Nuk ka lek investitori, i thot, për këtë pjesë. Dhe kërcet debati me Artur Meçollarin, që i thot që baza, me fjalë, kjo është më minimalja. Ka folur këtë në përmet. Po, kjo është më minimalja që mund, pra merr bazën, je bazë. Pra, që t'jemi të barabartë para Zotit, dhe të bëjmë letrat, dhe të mos na fusim burgas të parë, asnjë tjetër, kjo bën, po, i komanduar, se nuk është... Pra, që t'jemi në rregull me ligjet, me Zotin dhe me të tëra, kjo bazë bën kaq, e re. Ndërhyn Gjaçka dhe thot që nuk bëhet kaq, është shtrenjtë e tjera dhe kërcet sherri. Dhe Arturi thot që bëje, unë nuk e bëj, unë jam për kaq, më kupton, mua më lejon. Qartë. A dhe këtu pasaj dyja më brapa... Autoritetet e ben pasaj këtë. Arturi hiqet, largohet është ai sherri, shkarkohet, i gjendet një kleç. Për këtë problem. Dhe për këtë problem dhe... Ishte shkaku se motivacioni ishte gjë tjetër i largimit, por debati që lindi për bazën qoj në... Çfarë ndodh? Këtu futen Loj Kolçaku si shefi i shtabit përgjithshëm. Që kjo bazë, pra që të vazhdonte kjo kontratë, duhet që të jepte okej
forca detare si pronare e kësaj baze. Por, me që Artur Meçollari nuk bashkëpunon në këtë pjesë, e merr përsipër Kolçaku. Kjo është ajo që ka bërë gabim dhe ka thyrë ligjin Kolçaku. Këtu futet Kolçaku në këtë histori. Jo vetëm kjo është edhe pjesa që nuk është shkuar tek presidenti, që të dilte nga... Jo, po flas për Kolçakun, si u fut Kolçaku. Si u fut Kolçaku. Ne nuk i kemi thirrur dhe faktorët e prekur në këtë punë dhe më shkruan, shkruan njeriu i thirrur, dhe nga të cilët unë kam patur dikur një marrëdhënie pune dhe thotë një telefon mund ma kështë bërë. Dhe ne do rimarim edhe më pas të punë. Po, pra, unë dua, jo, për para se jo. Po sepse ata mund të kenë... dokumenta. Po, dakord pra. Unë kam planifikuar disa çështje, njëra prej tyre e nisa të parë nga që ndodhi sot. Apo dije, kur ka ndodhur kjo? Sot. Kjo ka ndodhur sot, dhe unë e futa. Por ndërkohë më shkruajnë që, dhe unë do t'i thres ta si faktor, më shkruajnë që një telefon mund të kështë bërë në qofë se ti do e kështë këtë punë dhe ata mund të kenë njerëzit e tyre. Kështu që ne si problematikë, është mirë njeriu i thirrur, që thonë ishte Dulakut, nga Dulakët, do me thënë, ne duhet jemi korrekt në këtë pikë, që ndoshta përfaqësuesi tyre duhet jetë tu. Ta shpjegojmë çfarë ka ndodhur dhe kaq, dhe pastaj vazhdojmë... Me data, me vendime, me numër vendimesh, me këto po flasim. Jemi korrekt 1000%. Zoti Rakipi, aty ka një dyshim që ka ndodhur akuza e shpërdorimit të detyrës dhe kryesisht shpërdorimit të detyrës ndodh. Ka lidhje, shpërdorimit të detyrës ka lidhje me Dulakët dhe ka lidhje me shtetin. Nuk e dim sa ka jetë setimi prokurisë. Goça ngrihet. Sepse nëse do t'ishte dyshimi për shpërdorim detyre, atëherë vetëm me kallëzimin e zotit Meçollari, zonja ish ministra, zonja Xhashka mund t'ishte marrë pa ndehur për shpërdorimin e detyrës, por SPAK është duke hetuar edhe në pisa të tjera pas një hetimi kaq të gjatë, domethënë ajo që mund të jetë logjika. Ka dyshime për këto zotërinë, pra flasim për këto njerëzit që kanë këto kompanit. Ka dyshime se kanë ndikuar në mënyrë të paligjshme në vendimarrjen e Ministrisë Mbrojtjes për pjesën. Kush e thotë këtë? Këtë e thot hetimi. Dhe dokumentat, po. Ke nga SPAK-u? E kam. Po ma lexo. Nuk e kam nga SPAK-u, zotëri, e kam nga vendimi i gjykatës lartë për bllokimin e Limionit. Është ai vendimi që bërtitja e njeriu atij. Zotëri Rakipi, nëse më lejon? Shiko, unë po të ndërpres për një arsye shumë thjeshtë. Këto çfarë ka marrë? Ne duhet të thesim dhe faktorët e tjerë. Janë nga vendimi i gjykatës lartë për që jep të drejtë SPAK-ut ta mbajnë në sekuestro Limionin. Ferdinandi është duke shpjeguar procedurën që e kanë dhënë institucionet. Po pra. Pa tjetër, që kur përmendet një palë, rregulli i gazetarisë është që të jetë e balancuar dhe të dëgjohen të palët. Këto dy paragrafe, një po lexoj, janë tek vendimi i gjykatës lartë. SPAK-u që ka dhënë të drejtë SPAK-ut për të bllokuar Limionin. Janë vendime të gjykatës lartë, bllokimin e ka bërë gjykata e lartë. Sekuestron po. Sekuestron e ka bërë SPAK-u, e ka aprovuar gjykata e lartë, sepse vajtën e ankimua. E kanë aprovuar drejt gjykatës, Pra, ta lexoj edhe një herë. Këto njerëzit dyshohen se kanë ndikuar në mënyrë të paligjshme në vendimarrjen e Ministrisë Mbrojtjes për pjesën toksore të... Te e thot gjykata e lartë, apo SPAK-u? Dhe tjetra, e thot SPAK-u. Projekti redukton parashikimet e identifikuara nga grupi punës pranë forcës detare. Që do me thënë, mendohet se ajo që propozua fillimisht dhe ra dakord Artur Meçollari që baza të jetë në këto parametra, me marrëveshjet që janë bërë më mbrapa, është zvogëluar. Pra nuk do bëhe ajo bazë, llogaritë do të bëhet vetëm diçka me vogël, diçka e tillë, dyshohet kjo gjë. Këtu jemi në këtë pjesë. Atëherë, kryeministri Rama deklaroi në sinkronin që thamë ne, që SPAK nuk ka të drejtë të bllokojë investimin. Ndërkohë që kryen hetime, në çfarë faze janë do me thënë si do vijoj kjo punë, dhe mund të marrë të thresim dhe faktorin tjetër dhe ne vijojmë... Dëshira, problemi është që sa i përket zotërisë që reagon, se me sa kuptoj është zoti Dulaku. Fakt është që gjykata e posaçme ka miratuar kërkesën e prokurorisë për të ushtruar kontroll personal, kontroll banese dhe kontroll të zyrës së zotit Dulaku në kuadër të këtij hetimi. Sepse ka konstatuar për shkak të sekuestrimit nga ana e SPAK dhe për shkak se janë mbledhur deri tani të dhënat arsyeshme që implikojnë zyrtar të lartë, patjetër që do të shikohet edhe roli i biznesmenëve në rastin konkret, sepse janë ata të cilët kanë firmosur kontrata me Ministrinë e Mbrojtjes. Dhe në këtë rast,
pala mund të ketë pretendimet e veta, ti bëj të ditura në media, ti bëj ditura në SPAK, kjo është çështja e tyre. Por këto janë fakte të pakundërshtueshme. Kështu që përveç se dyshimeve për zyrtarët, ka një dyshim që shkon edhe në drejtim të biznesmenve që e kanë marrë të koncesion. Çka do të thotë? Patjetër që është Zoti Begaj që ka dhe një kallëzim tjetër për bazën e shëngjimit që po ashtu Begaj ku jën këtu? Sepse është bërë dorëzim Shefi i shtabit të përgjithshëm kur është bërë dorëzimi. Ka bërë dorëzimin. Zoti Kolçaku, zonja Çaçka. Vjen që të kenë qenë dy shefa. Edhe Kolçaku të ky në kodën ndryshme. Një ministre e mbrojtjes. Kështu që ajo është një histori që përfshirë një numër të lartë të zyrtarëve. Në këtë aspekt, pavarësisht pretendimit që mban zoti Rama, prokuroria ka dyshime që aty është një aferë dhe për këtë arsye pyetja është do të vazhdojnë hetimet dhe a do të vijojë sekuestroa preventive? Sekuestro besoj do të vazhdojë sepse ne kemi një vendim shumë të rëndësishëm, që është ai gjykatës lartë, që është shkalla e fundit e gjyqësorit në Shqipëri dhe ka vendosur, kam përshtypjen në mënyrë unanime për ta lënë sekuestro këtë pronë, pasi ka dyshime që aty mund të ketë vepër penale dhe është përdorim detyre. Thelbi i këtij hetimi është që zoti Meçollari ka bërë një kallëzim me dyshimin se zyrtarët të këtij vendi kanë shpërdoruar detyrën në këtë rast. Dhe ai ka emra konkret në kallëzimin e tij, Olta Xhaçka, Bardyt Kolçaku sipas këtij dhe persona të tjerë që duhet të identifikojë prokuroria. Po nëse prokuroria ka shkuar përtej dhe ka faktuar që kemi të bëjmë dhe me vepra të tjera penale që janë kompetencë e saj, që në këtë rast është ndikimi apo korrupsioni, sigurisht që do të shkohet edhe tek atë përfituesit e kontratës. Atëherë unë them që nga që është ngjarje e orëve të fundit dhe ne morëm me njerë, do të thotë që ne dhe faktorët e tjerë që preken në këtë punë përfshi njerëz të biznesit, po dhe njerëz të shtetit, do përpiqemi t'i tresim dhe t'a vijojmë këtë në bisedat e ardhshme. Apo jo? Do të thësh dakord. Kanë drejtën e tyre. Afera Bankers, pjesa tjetër, po pa diskutim, ne do të përpiqemi t'i tresim gjithë faktorët të flasin, thonë çfarë duan, ata e dinë atë punë. Çfarë duan? Të mbrojnë të vërtetën e tyre. Po sigurisht. Afera Bankers, grup i strukturuar kriminal. Me pikpyetje e kam vënë në? Grupa po... Organizat kriminale. Rëzhan të ndrohet organizat? Po grup organizat një lojsh, apo ja? Jo. Grupi është mi vogël? Organizata është më lartë, grupi është mi vogël. Më të keqe organizata. Është niveli më i lartë i organizimit, për të kryer një vepër penale. Niveli më i lartë se sa grupi, ha? Atëre, urgjent të ndryshoni. Organizate e strukturuar kriminale. Tani, mega afera Bankers, ne e kemi patur prezente shpesh në studion tonë, shpesh më kujtohet që të kem thënë në kohët e fundit, që doni të shikoni që ka ndodhur në Shqipëri në këto 35 vjetë. Shikoni që ka bërë Bankers i poshtë, në tokë, dhe ku rumi lartë. Tani, duket Fieri e ka dorëzuar, ndërruar të shikues, si quhet kjo kur e dorëzon për mos kompetencë, dhe SPAK-u duket që e ka marrë, dhe duket që kemi të bëjmë me një organizatës, si të përshënojnë tani kolegët dhe më thënë bashkëpunëtorët e mi, organizatë e strukturuar kriminale. Pra është në SPAK. Pse shpalli prokuroria e Fierit mos kompetencë? Njëherë kemi thënë ne, por çfarë elementesh ka dosja që duhen hetuar nga SPAK? Për dy arsye ka dërguar besoj prokuroria e Fierit në prokurinë e posaçme. E para, në atë dosje mund të ketë emra zyrtarësh të cilët nuk janë kompetencë e prokurorisë së posaçme, të cilët akuzohen për korrupsion edhe shpërdorim detyre, dhe sigurisht tjetra është që kemi të bëjmë me një organizatë kriminale që është forma më e lartë e organizimit për të kryer një vepër penale. Në fakt, prokuroria e posaçme ka regjistruar procedimin e saj për disa vepra penale, shkurt po ti përmend zoti Rakipi, krijimi skeme mashtruese lidhur me tatimin e vlerës së shtuar, fshehja të ardhura, pastrimi i parave, shpërdorim detyre, moskryerja e detyrave nga organet tatimore, më në fund kam përshtypjen që kjo vepër penale do të hetojë edhe tatime të cilët nuk e kanë kryer detyrën siç duhet gjatë këtyre 20 viteve që ushtron aktivitetin Bankersi në Patos Marines, korrupsion i zyrtarëve të lartë shtetëror, grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe organizata kriminale e cila është forma më e lartë e bashkëpunimit.
Dhe sigurisht që prokuroria e posaçme nga këto veprime hetimore që ka kryer gjatë këtyre ditëve ka arritur të faktojë që kjo strukturë ka një hierarki, që në këtë rast nuk janë vetëm ato që janë arrestuar nga prokuroria e Fierit, administratori kinez dhe ish administratori i kompanisë bankers, struktura shkon edhe për te, shkon në politik, në biznes, edhe në bankat e nivelit të dytë. Ne në atë dosje kemi parë që përmendën emra bankash, emra ish deputetësh, edhe si rrjedhoj do të kemi edhe këtë hetim të prokurorisë së posaçme, kështu që mbetet për të parë nëse prokuroria në këtë rast Anita Jella do të shkojë përtej asaj që ka hetuar prokuroria e Fierit dhe e cila me aq sa kishte mundësi bëri dhe dërgoi këtë dosje në prokurorinë e posaçme. Ne kemi bërë shpesh debat zotë në studion tuaj dhe kemi gjatë gjithë kohës kemi ngritur dyshimin ose më saktë kemi insistuar që kjo dosje do duhet merret në kompetencë të prokurorisë posaçme, sepse afera është shumë e qartë që shumë e madhe, është një abuzim përveç se në miliona euro dhe është ndoshta abuzimi më i madh që ka ndodhur në Shqipëri, ka të përfshira të gjitha qeverit, pra të dyja qeverit si qeverinë e zotit Berisha ashtu edhe qeverinë e zotit Rama. Unë nuk dua të përsëris Gjevahirin, por do ndalim vetëm në 2 momente. Zyrtarisht në dosjen, edhe pse detajet të tjera do dalin ditë pas dite, në dosjen e prokurorisë Fieri që shpallur tashmë mos kompetenca dhe ka kaluar në duart e SPAK, rezulton të paktën një ish-ministër i kohës së zotit Rama në qeverinë Rama 1 dhe Rama 2, që rezulton i përfshirë sipas të dhënave të deritanishme, dhe aktualisht është edhe një deputet i kuvendit në radhët e socialistëve që rezulton po ashtu i referuar si personi i cili është i përfshirë në aferën e bankersit. Pra janë 2 zyrtarë të lartë, të cilët të paktën deri më tani, sepse rrugës mund të dalin të tjerë, të cilët janë referuar për disa vepra penale në dokumentin që shpallur mos kompetenca. Pra është një ish-ministri i qeverisë Rama, në Rama 1 dhe Rama 2 në 2 qeverit, pra në 2 mandatet e zotit Rama, dhe një deputet aktual socialist i cili është në kuvend. Por që ka qenë me detyra... Por që ka patur detyrat të mëpashme, patjetër. Dhe momenti i dytë, që po ashtu është kompetencë SPAK, janë të paktën 5 gjyqtarë dhe prokuror, të cilët ndër vite kanë patur çështje të bankersit dhe kanë marrë vendime të cilat bien ndesh me gjetjet e prokurorëve. Dhe dyshohet që ata këto vendimarrje i kanë marrë për shkak të ushtrimit të ndikimit ose për afera korruptive. Nga ana tjetër, ka edhe disa zyrtarë të lartë të tatimeve, të cilët janë duke u verifikuar, nuk janë referuar me emër, por janë duke u verifikuar nga ana e prokurorisë posaçme, nëse kanë patur rol sa i përket shmangjes së tatimeve dhe ju e dini skemën se si është bërë për të deklaruar, për të dalë gjithë kohës me humbje kompania, me qëllim që të shmangte edhe pagesat edhe tatimet e tjera me radhë dhe mos paguante detyrimet ka shteti shqiptar. Kështu që këto janë pak a shumë fushat e veprimit ku është ndalur prokuroria e posaçme. Duke qenë se aty janë bërë shumë përgjime gjatë kohës që dosja ishte në Fier dhe disa prej përgjimeve ju i keni publikuar përfshirë dhe përgjime që lidhe me median e tjera me radhë, patjetër që gama e personave të hetuar në rastin konkret do të jetë shumë e madhe. SPAK ende nuk i ka thirrur personat të cilët, sepse që kjo të marrë fuqi ligjore, duhet që gjithë personat që janë mas sigurie të komunikohet kjo mas nga gjykata e posaçme. Ky veprim nuk është kryer ende, sepse me sa duket, prokuroria është duke parë nëse do të mbajtë një njëjtin qëndrim si Fieri apo mund ta shpërsojë apo të lehtësojë masa sigurie për këto persona të parë të cilët janë të dyshuar konkret. Gjithashtu mund të ketë mundësinë për të kërkuar masa të reja më pas edhe për zyrtarët e lartë. Ylli, nëse e shohim edhe veprën penale që i është vënë aferës Bankers Petroleum, organizat kriminale, kjo është një çështje e jashtme për nga numri i zyrtarëve me ato të inceneratorëve. Pse? Sepse kemi disa hallka institucionale të cilët ose kanë shpërdoruar detyrën ose nuk kanë vepruar si duhet në përputhje me ligjin. Kemi drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, kemi drejtorinë rajonale, kemi inspektoratin qendror shtetëror teknik i cili bën kontrollin e cilësisë së punës dhe mënyrës se si bëhen shpimet e pusave nga kompania Bankers Petroleum. Kemi Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore që monitoron kontratën. Kemi Alpetrolin që është pale interesuar që merr rentën dhe bjen prodhimin para ekzistues të Bankers Petroleum. Kemi më pas edhe një zinxhir tjetër të lartë institucional deri te Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë që monitoron kontratën me kompaninë koncesionare Bankers Petroleum. Nga ana tjetër, edhe nga institucionet e Ministrisë së Financave kemi drejtorinë e tatimeve dhe shumë njësi të tjera inspektimi
të cilat monitorojnë pjesën e pagesës së taksave dhe pjesën e evazionit fiskal që dyshohet që ka bërë kompania Bankers Petroleum. Mos të harrojmë që kompania Bankers Petroleum ndaj kompanisë Bankers Petroleum janë hapur disa hetime në të shkuarën dhe këto hetime kanë patur fatin e mbylljes, madje ne kemi edhe një denoncim të ish kryeprokurorit përgjithshëm në Shqipëri, zotit Llallaj, që ka patur ndërhyrje për hetimet që ka patur prokuroria e përgjithshme lidhur me aferën e Bankers Petroleum. Të mos harrojmë që dëmi social që është shkaktuar nga mënyra e përdorimit nga teknologjia që ka përdorur Bankers Petroleum për të nxjerrë prodhimin e naftës nga vetburimet është shumë e vjetër dhe për të krijuar sa më pak kosto ka shkaktuar dhe dëme sociale tek banesat e banorëve në fshatin Zharrës, që është afër zonës së shfrytëzimit të Patos Marizës, të cilët kanë protestuar disa herë, ndërkohë që ditët e fundit edhe punëtorët, pra naftëtarët, ata që punojnë në kompaninë Bankers Petroleum, kanë protestuar për rritjen e pagave dhe trajtimin e keq në kushtet e punës, dhe ditën e sotme një pjesë e tyre kanë hyrë në grevurie. Shohim një kontrast shumë të madh, shohim zyrtarë që përfitojnë, shohim një nivel shumë të lartë pagash te kompania Bankers Petroleum, ku për specialistë dhe ata që punojnë te zyra qendrore pagatisin nga 5.000 dhe përfundojnë deri në 200-300.000 euro në vit për drejtuesit e përgjithshëm të kompanisë Bankers Petroleum, ndërkohë që ata që në fakt bëjnë punën dhe që janë më të dëmtuarit janë naftëtarët, të cilët sot janë rreth 250, të cilët janë shprehur se kanë 10 vite që nuk kanë marrë asnjë rritje page as kompensim të inflacionit. Jemi okej. Pra, por me këse që thoni ju që kjo një janë shumë e incineratorët dhe sot që... Por nga numri i zyrtarëve... Sepse është një periudhë shumë e gjatë kohore, zoti Rakipi, që do të hetojë spaku. Madje mund të jetë edhe përpara kësaj qeverie, unë nuk e di se çfarë veprash mund të dyshohet nëse janë parashkuar apo jo. Duhet parë, se mund të ketë dhe ish zyrtar të para 2013-ës. Pra, kemi evidentim, nga njëra anë kemi evidentim të zyrtarëve të lartë, ta Klodi, po emrat nuk i kemi ende. Unë ta përsaktova, një deputet aktuali jo ti gati i the, vetëm harrove emrat se... Jo nuk i harrova, po unë duhet jeme kujdesshme përsa ko bëhet fjalë për çështje hetimore dhe patjetër që në një farë mënyrë duhet jemi të kujdesshëm në mënyrën se si ne raportojmë. Sepse duhet ta thrasim palën tjetër pastaj, zoti. Jo vetëm palën tjetër, po mund të kemi edhe ndonjë... Jo e kërkoj unë... Ola, se tani... Jo, nëse i përmendim... Jo, e kemi përmendur në këta. E kanë marrë dhe këta mua. Jo në emision, direkt në emision ndryrë para tjetër të cilën unë... Jo, është detyrë e jona që ta bëjmë, të marrim dhe palën tjetër. Dhe me ju, dhe me njeriu që shkroj, konfirmova që është një gabimim, por ka ndodhur në orët e fundit, se të jesh i sigurt që po të kishte ndodhur dje, unë do të kisha telefonuar këtë të gjithë. Po ka ndodhur aq vonë, sa unë kisha edhe mund mos e futim në këtë. Dhe keni vënë re që ndodh gjithmonë ose një vrasje ose një gjë kështu orët e fundit. Të para fillimit të emisionit, si shfaj unë kë. Ne, po me këtë ne jemi marrë gjatë me Bankersin. Erën tjetër me këta janë të thirrur të ftuar të gjithë të thonë çfarë të duan. S'ka lidhje me ne. S'është puna jonë kjo. Pavarësisht që ne jemi një fshat i vogël dhe njohim njëri tjetrin. Nuk ka rëndësi. Tani, problemi është që çështja është regjistruar për dyshime si organizat kriminale. Thamë që kemi persona dhe kompani që janë përfshirë dhe që kanë bashkëpunuar, apo jo? Këta do fillojnë të preken, ajo? Të Bankersi është fjala. E di prokuroria për personat e përfshirë. Ke kuptuar gjë, Klodi, dhe ja? Unë besoj që do të fillojnë të kuptohet shumë qartë momentin që prokuroria do të komunikoj masat e sigurisë, pra gjykata, po me kërkesë prokurorisë, dhe më pas do filloj edhe të marrë në pyetje apo të thras zyrtarët e lartë apo ish zyrtarët të cilët janë të përfshirë. Dhe aty do të arrijmë të kuptojmë se deri në çfarë niveli do të arrijë të shkojë prokuroria ose më saktë do të tentojë të shkojë prokuroria. Aty janë shumë celularë sekuestruar, shumë përgjime të bëra, naftëtarët patjetër janë duke bërë greve aktualisht edhe aty mund të ketë edhe një perceptim situatës që normalisht nuk është e favorshme për kompaninë. Spak duhet ketë edhe një veprim të shpejtë sa i përket sekuestrimit të kompanisë, sepse ju e dini Ola e ka raportuar dhe është raportuar këtu që ka patur tentativa për të kaluar në duar të dyta apo të treta
çka në fakt mund të pengoj apo mund në një farë mënyrë të dëmtoj provat e hetimit, dhe ndryshe nga prokuroria e Firit, duhet që prokuroria e posaçme të marrë gjithë dokumentacionin, pra prioritare për SPAK-un duhet të jetë fakti që të grumbulloj të gjithë informacionin dhe gjithë dokumentacionin, sepse duke qenë tek institucione sigurisht të mbyllura me problematika, mund të shkatrohen shumë nga provat që mund të provonin të nesërmen grupin e strukturuar kriminal. Patjetërisht që kjo është një çështje. Shumë pak veprime hetimore i kanë ngel prokurorisë posaçme se i kishte bërë Fieri pjesën. Jo, ka veprime të tjera hetimore. Jo, për vendosur sekuestron, them, se kemi parë që ka vendosur sekuestro edhe më pak prova ola. Jo, nuk e kanë për sekuestron, nuk e kanë fare për sekuestron. Madje për sa kohë ti dyshon që nga skema e evazionit ka përfituar entiteti në mospagesën e taksave, dëmi që ka bërë dhe faji kryesor është i entitetit, jo i CEO-ve në vite që kanë drejtuar kompanin. Kështu që entiteti duhet blokuar dhe sekuestrimi si pengesën në tjetërsimin e pronësisë të kompanisë. Tani, është edhe një gjë tjetër për të theksuar, nëse prokuroria e heton si duhet të çështje, kjo çështje është më e madhe dhe se inceneratorët. Jo për nga numri, po për nga efekti që jep në treg, sepse Bankersi është ajo kompani e cila ka shpikur dhe ka suportuar disa nga firmat më të mëdhaja sot në tregun shqiptar që operojnë në fushën e karburanteve dhe në fushën e ndërtimit. Pra, 4-5 kompani që kanë qenë në kontraktor të Bankersit, sot janë ndër 4-5 kompanit më të mëdhaja në tregun shqiptar. Dhe në kaluar deri dhe banka, thamë. Edhe bank. Po, ishte banka Raiffeisen. Dhe të gjitha këto gjetje janë në raporte zyrtare të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, kanë shkuar si fakte në një proces tregtar në gjykatën e arbitrazhit të Vjenës dhe janë pranuar nga gjykata e arbitrazhit e Vjenës. Dhe po ashtu edhe pronarët e rinj, grupi Joe Jade, që janë grupi kinez, i kanë pranuar faturat e fryra nga këta nën kontraktor. Dhe kanë bërë po ashtu një kallëzim penal disa vite më parë dhe një letër të hapur ndaj kryeministrit, ambasadës amerikane, por askush nuk nisi hetim. Ironia është ylli që kinezët kanë blerë një kompani rreth 350 milion apo 360 milion, 460 milion dollar amerikan. 550 milion dollar kanades, që janë 430 milion euro. Një kompani e cila del me humbje. Që kemi ne asin televizion dhe qikon njërë, cilë televizion e kanë, qikon njerëzit redaktorët e mi, qikon cilë televizion e kanë këto tema që kishim ne, se është shumë interesante. Se do da kemi edhe pjesë tjetër dhe kemi patur vazhdimisht. Te kjo jo, sigurisht se këtu ka dhe pages media. Kjo histori e Bankersit, nuk jam në një ekspert dhe nuk jam marrë shumë e këtë çështje, po mua më duket se dëmi është 2 fish i mas për shtetin dhe për shoqërinë shqiptare. Së është 5 miliard të ati, po është më shumë? Jo, doja ta kapja jo vetëm nga fakti që dikur ta zemkonen Verogjës, nafta ishte ajo që mbulonte, pra nafta dilte vetëm me fitim në Shqipëri dhe mbulonte gjithë humbjet e ekonomisë, sepse gjithë ekonomia pjesa tjetër ishte me humbje, të thuaj nafta çan bllokadën, ti edhe tu ta kujtosh dhe unë e kujtojmë. Pra, nuk jo vetëm u shkatërua kjo si industri, por janë goditur fort dhe, se thuash, atë çfarë mbledh shteti përmes skemës, pra Bankersi, përveç që nuk deklaronte fitim dhe nuk jepte asgjë shtetit shqiptar, ishte dhe kjo historia e këtyre nafta e holluara, apo ç'është kjo që përdorte për të nxjerrë, për të larë ato puset, për të nxjerrë ato që kanë mbetur në ato puset e naftës. Kjo që përmendi Ola, pra kjo vinte nga kompanit të fuqishme që kemi ne në Shqipëri që tregtojnë naftën me pakece. Dhe këtu bëhej gjithë loja, sepse ne dim që për 1 litër naftë, shteti taton shqiptarin, pra gjysmën e çmimit. Dhe tatimet përgjithsisht shmangnin. Po pra, taton 1 litër naftë që ne blejmë, shteti merr gati 900 lekë. Ishe një strategji edhe për gjithë gjithë edhe kompaninë që argumentin. Po pra. Pra, për 1 litër naftë që blej unë dhe ti, shteti merr gati gjysmën e lekëve. Taksën më lartë. Po, tani ç'ndodh? Këto kompanit që janë lidhur, që ishin lidhur me Bankersin, që sillnin këtë holluesin
Gjysmën ja çonin bankersit dhe gjysmën e shisnin duke shmangur këtë tatimin. Ferdinand, ka qenë e tillë. Bankersi duke qenë se e deklaronte si lënë të parë, sepse duhet që t'i injektosh naftë, dylienti, për të nxjerrë naftën nga pusi, sepse nafta në fund të pusit është e rëndë, dhe e deklaronte si lënë të parë në import, dhe nuk pra ajo nuk ka të njëjtin taksave që ka dhe nafta normale për makinat. Nga një monitorim që bëri më pas Alpetrol, pas i erdhi qeveria e kryeministrit Rama, u konstatua që sasitë e holluesit ishin importuar mbi nivelin e zakonshëm dhe mbi sasitë stinore, se për shembull në dhjetor nuk nevojitej ajo sasitë tonësh që ishte importuar. Dhe këtu u zbulua një skem e madhe kontrabande që ky lloj dulienti që në fakt ishte naftë, kjo sasi i jepe kompanive të shumicës dhe paqicës, se ata e kanë gjigjirin dhe është zbuluar kur ka ardhur Edi Rama në pushtet dhe nuk është bërë publike. Dhe e kanë rregulluar ca ustallar të tjerë, kanë vazhduar lojën. Kjo është ajo se si shkatërrohet, dhe si jemi shkatëruar e mi katandis me këtë ditë. E treta që ne kemi është Dumani raportoi prerë të fundit. Kreu i Spakut Altin Dumani raportoi për plot 5 orë në Komisionin e Ligjeve. Ishte edhe në parlament, jo për herë të fundit. Po në parlament ishte? Ishte në komision. Komisioni i Ligjeve. Dalin dhe një herë në parlament. Besoj që kjo ishte më interesante se debatet mes deputetëve dhe Dumanit ishin. Po, çfarë do raportojnë në parlament se ikën tani? Kur ikën Dumani? Në dhjetor. Dhjetor, pas ka kur kohë. Debati me pyetjet. Kreu i Spak Altin Dumani raportoi për 5 orë tani. Çfarë tha ai? Pra mund të raportoj prapë, po mund të raportoj më tani se hodhëm për 2 strisha. Dumani raporton për herë të fundit. Të parë. Po, hajde se ndryshon me pastaj, po raporton për sëritemi. Tani, çfarë tha ai mbi gjitha dhe Rakipi, sepse në Komisionin e Ligjeve është raportimi i fundit është e ligje. Dhe patjetër ne duhet të jemi dakord që seanca në Komisionin e Ligjeve është seancë interesante, mendoj, sepse ka debate mes palëve, ka pyetje të ndryshme nga deputetët, do të thënë ka interaktivitet nëse mund ta themi kështu. Ai do të parati të flas sigurisht më gjithësisht sepse ai tha shumë gjëra 5 orë sigurisht, por ne kemi bërë një sinkron të shkurtër për të kapur thelbin, domethënë. Ta ndjekim sinkronin dhe të themi më njëherë. Në vitin 2024 janë 10 funksionarë të lartë publik për të cilës ka patur vendime të gjykatave të cilat kanë marrë formë të prerë. Aktualisht ne kemi marrë një të pandehur, një kryetar bashkie të pandehur për korrupsion aktiv. Kemi në hetim një kryebashkiak tjetër, po për korrupsion aktiv gjatë procesit zgjedhor. Çështja që duhet të sjellë në vëmendje është çështja me Gonigal. Në deklarimet të paktën që ju keni bërë, keni deklaruar se është çështje që është në vëmendjen e institucionit tuaj, pra po hetohet. Kanë kaluar 3 vjet dhe desha të di çfarë keni bërë ju si institucion. Çështja me Gonigal, kjo çështje është në fazën e hetimit paraprak. Janë kryer një numër i madh veprimesh hetimore në territorin shqiptar. Për hetimin e çështjes është e nevojshme edhe ndihma juridike nga autoritetet gjyqësore të huaja dhe ne jemi edhe në pritje të përgjigjes. A ka nisur Spak një hetim të pavarur mbi përmbajtjen e përgjimeve të antimafjes italiane që flasin për një takim të zhvilluar në Aruba mes përfaqësuesve të karteleve dhe zyrtarëve të lartë shqiptar, përfshirë edhe kryeministrin Edi Ramën? Ju thoni çështjen Aruba, unë nuk njoh ndonjë çështje me emrin Aruba. Lidhur me këtë, unë nuk kam asgjë për të ndarë me kuvendin dhe as me opinionin publik. Këto 251 flet arreste, pikërisht të këtyre bandave që u përmend. Zoti Balliu i morët përgjigjet për pyetjet që bot. Zoti Dumani nuk është nevoja për të shifur. Nuk mund Zoti Balliu nuk mund t'i kërkosh Spak llogari për ekzekutimin e masave të sigurimit, për kapjen e personave në kërkim. Po atëherë çfarë po më thua, pse si keni Zoti Dumani, a ka mundësi të mos Zoti Balliu? Nuk e kemi bashkëbisedim kafe këtu. I silleni vërdall kryeministrisë, arrestoni liderët e opozitës për korrupsion dhe në fund fare ju rezulton që korrupsioni na qenë ka rritur. Pyetja ime, mos ndoshta nuk e bën Mehmeti me kokë vet, mos ndoshta e bën Enveri dhe her pas here vjen në një nga ata ju që ti merrni ti bëni për konsum publik.
Ajo ka shku në herë me në që është në verë dhe nuk është me Mehmeti që e bon me kokën e vetë? Ju kërkoni nga zoti Dumani dhe trupa e prokurorëve të SPAK-ut dhe të BK-s atë që e ka përgjegjësi e gjithë shoqëria në tërësi. Të lutem. Nuk po e fyse do t'ja jap fjalën. Ju nuk mund të aludoni që në këtë seancë unë vetëm një rast kam qenë i vërtet, unë kam qenë i vërtet dhe ju e dini shumë mirë që unë jam i vërtet çdo ditë dhe çdo orë të jetës sime. Kështu që ndihem vërtet i fyer nga ju që ju thoni dhe kam qenë i vërtet dhe do vazhdoj të ngelem i vërtet. Se sa patriot jam, ju e pranuat vetë dhe se sa e dua këtë vend dhe që prokurorët të posaçëm dhe mua nuk na bën shumë përshtypje emrat e kam përmend disa herë, as kryeministra apo zëvendës kryeministra apo ministra, por provat. Strukturës së posaçme dhe kam vërej që gjitha pyetjet nga ana e opozitës janë tendencioze dhe me raste individuale. Besimi dhe reflektimi qytetare vjet rendjeshëm edhe në raport duke theksuar rritjen e kallëzimit që qytetarët kanë bërë në këtë institucion, pra qytetarët tanë kanë një qasje shumë pozitive ndaj strukturës tuaj, ndryshe nga kolegët e mi të opozitës. Si mendoni se mund të forcohet më tej ky raport besimi midis qytetarëve dhe strukturës së SPAK në vitet e ardhshme? Faleminderit edhe për vlerësimet, por edhe për pyetjen, ajo që ndikon patjetër është puna. Pra ne ndoqim sinkronin, a ishtë biseda shpesore me bashkën e deputetët, por ne dhamë diçka për të krijuar një ide. Tani, zonja Lala, çfarë ju bëri përshtypje në raportimin e kreut Altin Dumani? Do diskutojmë për këtë çështje me detaje edhe në pjesën e dytë politikisht, por ju mund të bëni një përmbledhje të na thoni a mësuam ndonjë gjë të re nga ky raportim? Çfarë më bëri përshtypje? Edhe në një gjë të re që ta dim tani që... Po ja ta themu çfarë bëri. Po tjetër. Që nga deputetët e Partisë Socialiste, Zeqinea thoti. Me thënë të drejtën. Se jo gjithmonë bën përshtypje. Me thënë të drejtën, unë ndjeva shumë e turpruar kur po e ndiqja se si një nivel i tillë është Parlamentin e Shqipërisë. Zeqinea, po duhet ajo. Jo, nuk po ta jam shumë serioze. Në rregull, shumë serioze. Unë nuk çuditem shumë me atë parlament. Se sa rënd është Parlamenti i Shqipërisë. Sa i përket kreut të SPAK, është një raportim normal i strukturës antikorrupsion, që bërë përpara Komisionit të Ligjeve dhe më pas në parlament, se ky ishte edhe debati juaj me Olën. Zoti Dumani do dalë edhe përpara parlamentit, por raportimi i Komisionit e Ligjeve është më thelbësor, sepse kreu i SPAK dhe persona që shoqërojnë në rastin konkret janë dy shefat e sektorëve, zoti Adnan Xholi dhe Klodian Braho dhe po ashtu Dorina Beko, 3 në rastin konkret. 2 prej tyre janë kandidat potencial për të marrë drejtimin e SPAK, pra pas përfundimit mandatit zoti Dumani. Ju e dini në garë është edhe një grua që është Doloreza Musabelliu e po ashtu është edhe Elvin Gokaj, po ta lëm pak më një në garën e SPAK-ut. Zoti Dumani bëri një rezume të gjithë punës që ai ka bërë. 2 ishin momente që, ose 3 më saktë ishin momente që unë dua të ndalem. Së pari për çështje me Gonigal, meqense është një çështje shumë e nxehtë dhe patjetër ka qenë objekt debati prej kohësh në Shqipëri, me çfarë unë kuptova nga raportimi zotit Dumani, por ne kemi pyetur edhe kur kemi patur mundësinë gjatë daljeve të tij publike, të pakta sa kanë qenë, ai la të kuptohej për opinionin publik që çështja me Gonigal për momentin ka ngecur në fazën e mbërritjes së letre porosive nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U përpoq zoti Dumani, edhe pse personalisht kam kritika sa i përket strategjisë për hetimin e krimeve zgjedhore, të thoshte që kjo strategji ka dhënë efektin e vet, bëri një në gjuhën e shifrave foli për numrat e personave të cilët janë të përgjuar, zyrtarët e lartë që sigurisht ai e konsideron një sukses të tij në faktin që ka goditur disa zyrtarë të lartë, siç është zoti Velia, zoti Meta, zoti Berisha e tjerë me radhë, dhe ka edhe një sër zyrtarësh tjerë të cilët janë ndoshta më të ulët sa i përket pushtetit që kanë mbajtur. Pati një moment të debati edhe mendoj që ky ishte edhe një moment interesant që kishte të bënte me mandatin e prokurorëve të SPAK. Ju e dini që me përfundimin e mandatit 9 vjeçar, prokurorët sipas ligjit aktual të kushtetutës nuk kanë mundësi të kërkojnë një mandat të dytë. Zoti Dumani ishte shumë i qartë dhe tha që në 2028 prokuroria e posaçme mund të kalojë në një kolaps nëse nuk do të ketë një mundësi, pra nuk do t'u jepet mundësia prokurorëve të rikandidojnë, ata të cilët
kanë mundësi për ta bërë një gjë të tillë ose duan ta bëjnë një gjë të tillë, sepse largimi 11 prokurorëve një herazi nga prokuroria e posaçme, prokurorë të cilët në 9 vite janë specializuar për hetimin e korrupsionit apo të krimit organizuar, mund të krijojë problematika në këtë strukturë. Madje ai një moment tha, me sa unë e kuptova, që nëse ju si politik, pra si klasë politike nuk më doni mua si individ, mund të largohem, pra nuk do të rikandidoj dhe mund të largohem nga ky moment, vetëm e vetëm që prokuroria të ketë mundësinë, pra të ketë vazhdimsi institucioni. Dhe mendoj që çështja e mandatit të prokurorëve është një çështje thelbësore për cilën politika duhet të japë një zgjidhje. Sepse pse e them këtë gjë? Zoti Rakipi, në prokurorinë e posaçme, patjetër jo e gjithë trupa e prokurorëve meriton të rikandidoj ose më sa ka problematika brenda asaj strukture sa të duash, por një pjesë e prokurorëve, të cilët kanë marrë kërcënime për jetën, kanë pasur çështje të rëndësishme. Për shembull, zoti Gjoli ka pasur çështje të rëndësishme të krimit organizuar. Zonja Musabelliu ka qenë në shënjestër për të vrarë nga një prej kriminalëve më famkeq në Shqipëri, siç është Lajër Taxhiu apo Klodian Brau e tjerë me radhë, vetë zoti Dumani, mendoj që duhet kenë mundësinë për të rikandiduar dhe për të patjetër për të kaluar të gjithë. Zëna Lala duket sikur të dy palët, majoranca dhe opozita e kanë me idenë e përbashkët që SPAK-u duhet zbehur sa më shumë. Patjetër, unë po flas për atë çfarë, unë po flas për atë që duhet të vetëm nëse jesh kompetencat, vetëm nëse jesh kompetencat. Se ky është problemi. Unë ta kam thënë, nëse ata duan ta zhbëjnë SPAK-un, mjafton të heqin kompetencat kryesore dhe këtu mbaroj. Kështu që kur zoti Dumani tha që unë si individ mund edhe të mos rikandidoj, por këtë deklarim që po e bëj, unë e bëj për hir se struktura dhe vazhdimësia e institucionit duhet të ecë përpara. Mendoj që fokusi sot i politikës, nëse duan të ketë SPAK, nëse duan ta shkrindet, mos ketë të kthehemi, nuk e di pastaj se ka diskutime pro dhe kundër dhe në këto debate, patjetër që Zama Dervishi, Gjabina, për koment për qartësisht, çfarë pat ju në këto 5 orë? Nga jo që ndoqa, interesi im ishte për disa çështje për të cilat ne si gazetar kemi interes deri ku janë hetimet e SPAK-ut, që mund ketë çështje që variojnë nga 3 deri në 5 vite që janë në hetim dhe ende nuk kemi rezultate hetimore apo një vendim të prokurorisë së posaçme se çfarë ka ndodhur dhe deri ku është ecuria. Dhe nga ajo që pash ishte që shumica e çështjeve kryesore që kanë të bëjnë me afera të mëdha financiare dhe ku janë të përfshira zyrtar të lartë, janë ende në fazën e hetimeve paraprake. Flasu për inceneratorin e Tiranës që është procedura e zbatimit të kontratës koncesionare, është në fazën e hetimeve paraprake. Një nënçështje e inceneratorëve është edhe afera me Ekopark në Durrës, ku zoti Dumani tha që jemi drejt fundit të hetimeve paraprake, pra jo drejt fundit të hetimeve. Pra pas 5 vitesh. Një çështje tjetër është çështja e mikrokredive, që edhe atje sa i takon hetimeve që ka bërë Prokuroria e Tiranës për organizatën kriminale, pra të kompanive private që kanë bërë aferën e mikrokredive, janë dërguar në gjyq dhe janë arrestuar nga Prokuroria e Tiranës dhe SPAK ka mbajtur të njëjtin vlerësim dhe vendim, pra nuk ka bërë asnjë veprim hetimor, po sa i takon përfshirjes së zyrtarëve të lartë, edhe ajo është në çështjen e verifikimeve, edhe çështja e anijeve me tec, edhe ajo është në fazën e hetimeve paraprake. Pra ne shohim që asnjë çështje, mua kjo më bëri përshtypje, asnjë çështje nga ana e SPAK-ut nuk ka ecur dhe nuk është përfunduar me përjashtim të atyre të zyrtarëve të lartë, që flasim këtu për çështjen e zotit Berisha, çështjen e zotit Meta dhe çështjen e zotit Erjo Veliaj. Pak nuk është. Për ato që Goxha është. Mua më bëri përshtypje. Se këtu s'bej asgjë. Mua më bëri përshtypje që SPAK ka patur sukses për të dënuar zyrtar të lartë, por jo afera të mëdha që përfshin zyrtar të lartë. Dhe aferat më dha janë këto që unë... Nuk i ka prekur të parat të atje gjitha dhe kjo është një akuzë me përgjithshme, në përgjithsi është... Jo, nuk e kam akuzë. Jo ti, jo, e kanë shumë njerëz. Këtë përshtypje më langa e analizë në fakt. SPAK-u duhet jetë më i vëmendshëm sa i përket sekuestrimit aseteve të zyrtarëve të lartë. Dervish. Atëherë mua më bëri përshtypje më shumë pjesa kur foli se çfarë problematika është mëdha ka shoqëria shqiptare, shteti shqiptar saktësisht, dhe tha që korrupsioni shtetëror, tenderat publike tjera mbeten problem, pra nuk ka ndonjë ulje, mbetet një problem i patundur, solid dhe i fortë në Shqipëri. Kjo më bëri më shumë përshtypje, ai e shoqëroi edhe me faktin që
institucionet shtetërore nuk sjellin asnjë kallëzim te Spaku, që e ka përsëritur edhe herë tjetër. Foli për Megoni Galin. Pseudonim. Është ka lidhje me tjetër gjë. Ka lidhje me personat anonim që çojnë në SPAK kallëzime penale. Dhe më bëri përshtypje përgjigja për Megoni Galin, që tha ne kemi pak a shumë mua më duk sikur ai tha që ne pjesën tonë këtu brenda kemi bërë të gjithën, na mbetet përgjigja për letër porosi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që do më thënë që kam punuar, unë nuk e di tani se edhe atë të gjatin duhet ta kishin thirrur sepse edhe ai është pjesë, po. Pra, nuk është vetëm letër porosia, është dhe kjo tjetra. Dhe u përgjigj një pyetje, e pyetën për policinë, si e ke bashkëpunimin dhe unë do qëndroj. Ai tha mirë, por unë e di që nuk është mirë. Nuk është mirë bashkëpunimi që ka me policinë. Ka akuza që dalin nga brenda SPAK-ut se kohët e fundit janë spastruar nga policia e shtetit që të gjitha ata persona, kryesisht e nivelit 2, të specializuar në Europë ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zhurmë. Përpiqen ta ikni atë lloj zhurme, ju lutem, se pastaj bën njerëz që përgjojnë emisionin edhe telefoni bën një vu. Zakonisht kur mbyllet, bën një lloj zhurme tjetër këtu në mbi. Ta mbaroj unë? Po se kam e them për gjë tjetër. Ta kisha mbaruar, nuk kisha folur ti pastaj. Po pra. Ndjes. Pra, ideja është e tillë që nga SPAK-u kam dëgjuar tanë kohën se policia e shtetit ka hequr nga postet që kanë pasur që të gjithë mbështetësit e SPAK-ut, të cilët ishin të nivelit 2, jo të nivelit shumë të lartë, por që të gjithë kishin specializime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në Europë, pra ishin ca njerëz të piketuar nga SPAK-u, të cilët nuk i kishin zhgënjyer në operacionet që kishin bërë. Kjo po e them unë nga ana ime, nga burimet e mia, por jo se ai e pranoi. Ai tha policia mirë. Po tani po të ndalemi pak te policia, se Ferdinandi kapi një aspekt. Jo, po vetëm Ferdinandi kështu jo, të lutem. Se Ferdinandi interpretoj kështu. Të jap edhe mendimin. Ta jap mendimin edhe Gjevi dhe pastaj ti e bën me një minutë. Do të çoja zoti Rakibi, do të çoja tre momente. Tre momente dhe Klodi pastaj me raportimi i Altin Dumanit në Komisionin e Ligjeve. Para pash që Altin Dumani mbroi, po them në thonjza mbroi më shumë nga mazhoranca qeverisëse, që sa mirë ke punuar dhe sa mirë ke bërë këtij vendi, ndërkohë që shikoi nga opozita që kërkonte informacion për çështje të mëdha, po them, të krimit organizuar dhe korrupsionit dhe merrte përgjigje ndoshta edhe më drejt, sepse çështjet ishin në hetim nga SPAK. Unë mendoj që prodhoi dy lajme raportimi i Altin Dumanit në Komisionin e Ligjeve. E para ishte ai dha një lajm që fondet e Bashkimit Evropian dhe kryesisht ato të IPARD-it janë duke hutuar për akuzën e grupit të strukturuar kriminal. Sipas zotit Dumani me ato që tha që fondet e Bashkimit Evropian janë shpërdoruar nga grupet të strukturuar kriminale në Shqipëri, të cilat po jeton prokuria e posaçme. Dhe momenti i tretë që do të veçoja në këtë raportim të zotit Dumani ishte një pyetje që ju bë nga deputeti Samir Koreshi në fund fare të raportimit e tij, e cila ishte jashtë vëmendjes së medias, kam përshtypjen. Dhe zoti Koreshi bëri një pyetje nëse kishte informacion që punonjës të AKEP-it kishin përgjuar këtë strukturën e famshme që do të hetonte krimet zgjedhore në Shqipëri. Dhe a ishte vendosur pranë AKEP-it një pajisje që përgjonte pikërisht oficer të BK-s apo edhe punonjës të tjerë të prokurisë së posaçme. Dhe zoti Dumani as nuk e konfirmoi, por as nuk e mohoi këtë gjë. Dhe unë mendoj që këto janë dy lajmet që prodhoi zoti Dumani në këtë raportim të tij. Pjesa tjetër për mendimin tim ishte retorik, që informacioni për Megonigal diej shumë kohë më parë se çfarë veprime shitëmore ka bërë prokuria, dhe dy janë lajmet, grupi strukturuar për hetimin e fondeve të Bashkimit Evropian, edhe një pajisje përgjimi që dyshohet që ka përgjuar punonjësit e prokurisë së posaçme dhe kryesisht oficerët e BK-s.
Kishe një gjë me... Jo, nuk isha replikë ndaj Ferdinandit, po Ferdinandit një problematik në lidhje me policinë e shtetit. E di kush është problematika më e madhe që po ndodh sot në policinë e shtetit, zoti Rakipi, është pikërisht fakti që çdo zyrtar policie i cili nuk ju bindet urdhrave të Ilir Prodës, automatikisht të nesërmen e sheh veten të ulur në gradë. Mjafton të shikosh vetëm vendimet për uljet e gradave për gjatë 6 muajve të fundit dhe ke për të parë ish shefi komisariatit nëmër 2, që kapi Altin Morinën, që ishte një ndër njerëzit e lidhur me kuporin e policisë së shtetit. Ju ul grada një vit dhe u degdis fillimisht në Devoll, nga Devolli përfundimisht në Kukës, dhe nesër mund ta shohim përfundimisht larguar nga policia e shtetit. Ke zyrtar me karrierë 30 vjeçare në policinë e shtetit, që është ulur në grada vetëm sepse nuk janë bindur urdhrave të kuporit së policisë së shtetit. Dhe unë mendoj që kjo është drama më e madhe që po i ndodh policisë, që gjithë njerëzit e specializuar, edhe pse është pak jashtëme, po me qenë se e solli Ferdinandi, janë duke u degdisur ose në akademi që nuk bëjnë asgjë, ose janë duke u dërguar në rrethet largta që nuk vlen në kuptimin, ndërkohë që në fakt do duhet të kishte fokus parandalimi i ngjarjeve kriminale, zbardhja e ngjarjeve kriminale apo goditja e krimit organizuar. Dhe askush nuk merret me këtë fenomen që po ndodh rëndom dhe që për mua është plaga më e madhe që po i ndodh policisë së shtetit. Demotivimi, ulja në gradë dhe përjashtimi i njerëzve të cilët kanë investuar gati në 2 apo 3 dekada në radhët e policisë së shtetit. Kaq kisha, ishte thjesht plotësimi asaj që nisi Ferdinandi. Ishte vishit e ti ikim kësi momenti? Jo, sa Klodi, shumë herë ndështë dhe kjo që tha Klodi, por unë mendoj se dhe ajo që tha shumë që të pastrosh me kast të gjithë ata që bashkëpunojnë me Spakun, për mua është shumë e rëndë. Okej. Tre kalojmë një moment tjetër. Zoti Rama, edhe kjo ndodhi sot, dhe unë bëra një ndryshim të skaletës, kisha, që se do të dalin minutat, në të diçka do themi, Klodi edhe për arestimin në Shijak, si e kise Abdulajt. Në Tiranë, po, jenë në se nga Shijaku. Ne, se po të thëmë, në që se do kemi pak minuta, do të themi, po, unë bëra një spostim, dhe futa një moment tjetër, se Edi Rama ka spjeguar Veliajnë, që edhe ai, si Presidenti Republikës, kërkon që gjykata e lartë ta kaloj çështjen, gjyka kushtetuese, sepse ky është një vendim administrativ, thot. Veliaj, thot Rama, nuk paraqitet në punë dhe për këtë arsye ka ikur. Është detyruar ta. Është detyruar të ikë sepse nuk është në punë, nuk vjen. Është detyruar të mos jetë. E detyron Spaku që e ka marrë, edhe Lala? E sugjerova unë këtë zoti Rakipi. Ti e sugjerove, ndaj s'kemi përgatitur në sinkron. Shumë shkurt që nuk përshtypje dhe gjithë para shtresa që qeveria ose Këshilli i Ministrave i dërgoi gjykatës kushtetuese në raport me çështjen Velia. Ju e dini që Erion Velia e ka kundërshtuar shkarkimin nga detyra e kryetarit të bashkisë, pra e ka goditur gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka marrë një masë pezullimi për dekretin e presidentit të Republikës, zotin Bajram Begaj, dhe normalisht zgjedhjet në Tiranë nuk do të zhvillohen në datën 9 nëntor, dhe të gjitha palët e interesuara dhe të atakuara në proces, si që është presidenti i vendit dhe kryeministria, kanë bërë parashtresat e tyre në gjykatën kushtetuese. Ajo çfarë bëri përshtypje, zoti Begaj në këndvështrimin tim ditën e djeshme ishte në tejkalim gjitha kompetencave kushtetuese, sepse i kërkonte gjykatës kushtetuese që të hiqte pezullimin, të detyronte KQZ-n të zhvilloshin zgjedhjet e tjera me radhë, gjë që ai mund t'i qëndroj mendimit të vetë, por nga ana tjetër nuk mund t'i qëndroj nëse mund t'a them hapur fare për publikun budallallëkut dhe t'a vazhdoj shkeljen kushtetuese. Megjithatë, zoti Rama, pra kryeministria, dhe këtu mendoj që është zoti Rama se nuk mendoj që është kryeministria, pra si institucion, po patjetër ai është marrë vetë me këtë gjë, e konsideron shkarkimin e zotit Velia si një akt administrativ dhe ky shkarkim thotë është bërë mbi bazën e ligjit për qeverisje mendore dhe zoti Velia sipas kryeministrit nuk është shkarkuar për shkelje të rënda në detyrë që në fakt do ta vinte në lëvizje gjykatën kushtetuese, pra jo nga Këshilli i Ministrave, por është shkarkuar për mungesën në punë. Dhe shiq çfarë thotë kryeministri është shumë interesante. Nuk mund të vihet në dyshim shqetësimi i këshilltarëve bashkiak për dëmin e rënd që i shkakton nevojave të qeverisjes së kryeqytetit dhe interesit të qytetarëve të Tiranës, mungesa e zgjatur në detyrë e kryetarit të bashkisë. Këshilli bashkiak ka propozuar shkarkimin si rruga e vetme ligjërisht e mundshme me dorën e tij me qëllim fillimin e procedurave të mëtejshme për të rikthyer normalitetin qeverisës në Bashkinë Tiranë. Ky vullnet politik dhe ligjor i përfaqësuesve të zgjedhur të kryeqytetit nuk mund të neglizhohet dhe Këshilli i Ministrave nuk ka patur asnjë alternativë tjetër
vetëse të finalizoj procedurën ligjore të shkarkimit. Pra, në qoftë se zoti Rama do të shqetësohej për mbarvajtjen e punëve në Tiranë, qoftë se zoti Rama do të shqetësohej për dëmin që ju vinte nevojave qeverisjes qytetarëve të Tiranës e tjera me radhë, mund ta kishte shkarkuar zotin Veliaj që kur e kërkoi Partia Demokratike, pra këshilltarët bashkiak të Partisë Demokratike. Por zoti Rama e shkarkoi zotin Veliaj, duke gjetur një mekanizëm të ndërmjetëm, dhe që tani gjoja i qanhalli qytetarëve të Tiranës e bëri pikërisht në momentin që i nevojitej ose i volitej për arsye të vetat politike. Dhe normalisht zoti Rama thotë që nuk mund të pranohet kërkesa e Erion Veliaj, duhet nxjerrë me fjalë të thjeshta jashtë jurisdiksionit dhe kompetencës së gjykatës kushtetuese, sepse kjo gjykatë nuk mund ta shqyrtojë përsa kohë që akti i shkarkimit të zotit Veliaj është një akt administrativ dhe thotë duhet ta gjykojë gjykata kushtetuese, administrative dhe jo kushtetuese. Po ka një problem, gjykata kushtetuese tashmë e ka nisur procedurën dhe ka caktuar seancë plenare. Do të jetë shumë interesante në datë 30 tetor për të parë edhe ballafaqimin mes palëve në seancë, ku besoj do të jetë i pranishëm edhe vetë zoti Veliaj dhe do të kemi pastaj një rikthim zotit Veliaj në publik që nga 10 shkurti i këtij viti ku është arrestuar dhe ndodhet në qelitë e paraburgimit Durrësit. Pra, qeveria ngulmon, më dëgjoni, Ferdinand, ngulmon që Erion Veliaj nuk është. Nuk ekziston fizikisht, ekziston ai, po ekziston në burg. Dhe kjo është... Gjithsesi, zoti Veliaj vërtet ndodhet në ambientet e paraburgimit, por ai mund të ushtrojë disa detyra dhe funksione si kryetari. Edhe nga burgu thoti. Dhe nga burgu duke... Po këto e ke vënë reti që ka 35 vjet nuk e qeverizin të Tiranën, pa që në burg. Nga ajo që thonë juristët, konstitucionalistët që kemi pyetur, është që pozita e zotit Veliaj është e përafërt me një paragraf të posaçëm që parashikon kushtetuta sa i takon shkarkimit. Nga ana tjetër, dhe ligji për pushtetin vendor nuk mund të ndalë mbi kustetutën. Prandaj, edhe rasti i mungesës për 3 muaj në ushtrimin e detyrës pra në punë, nuk e ka të ndarë me arsye apo pa arsye, kërkon një konfirmim nga Këshilli i Ministrave, sepse kushtetuta e njeh të drejtë vetëm Këshillin e Ministrave për ta shkarkuar dhe e njeh të drejtën e të zgjedhurit vendor, se kemi të bëjmë me një të zgjedhur vendor për tu ankimuar në gjykatën kushtetuese. Qeverisja ke lexuar? Po. Të përshkrimin e gjatë? Jo të gjatën, kam lexuar lajmet sa i takon. Jo lajmet, se këta ka... Unë kam përshkrimin e gjatë, e keni lexuar ju. Po, aty unë dala, tek ajo e citova. Këshilli i Ministrave ngulmon që mungesa e tij në punë penalizon administrimin dhe menaxhimin dhe drejtimin e qytetit të Tiranës. Për mua, përgjegjësia kryesore është e kryetarit të Partisë Socialiste zotit Edi Rama, i cili zgjodhi që të kandidonte në zgjedhjet e vitit 2023 edhe kur plasi denoncimet me aferën 5Z në mes të zgjedhjeve zotin Erion Veliaj, dhe kostot që ne si qytetar me taksat tona do paguajmë për zgjedhjet e reja prapë është përgjegjësia dhe faji zotit Rama, dhe të gjitha këto farsa, ankesa në kushtetuse, pezullime, zgjedhjet të reja mund të eliminoheshin shumë mirë, sepse nëse duhet që t'jetë zonja Augerta Manastirliu të drejtoj Bashkinë e Tiranës, shumë mirë mund t'i shkoj letra në burg, si që shkoj për shkarkimin e zonjës Sara Goxhaj, shkarkonën kryetarët, emëroj Augerta Manastirliu, komandoj atë dhe vure... Ti ke diskutimin gjykimin tënde të gjitha, por unë personalisht po të më pyesësh, po të pyesësh ti mua, dhe është në emisionin tënde të më pyesësh, unë jam të ideja që a i duhet të zënsohet me njërë. A pyetja që ngrihet është a duhet të ketë zgjedhje në Tiranë apo jo me një kryetar bashkie i cili është... Duhet të ketë kryetar urgjent. Urgjent kryetar bashkie. Po fakti që Erion Veliajn po e gjykojnë për korrupsion. Ore, kështu mendoj unë tani. Dakor, zoti Rakipi, se tani ne kemi qenë në këtë studio, jemi njerëzit unë dhe Ola që kemi tani do që të them dhe unë kështu, të bjem dakord. Nuk po bjem dakord. Siç mendon ti. Por ama fakti që po bie dakord, po bëj procedurën e duhur ligjore. Absolutisht, edhe për mua nuk është normale që një person i dyshuar për vepra të rënda penale të udhëheq kryeqytetin, po ta bëjnë ligjore dhe ta bëjnë konform procedurat. Kjo është e gjitha. Për të shkelur ligjet, përse e bëjmë zgjedhje? Unë mendoj që edhe nuk janë shkelur ligjet. Për shembull, edhe në këtë pikpamje, por ne kemi diskutuar vazhdimisht këtë
Unë mendoj për shumë gjykata kushtetuese për ato ka besuar dekretin që është institucioni më i lartë që interpreton ligjet dhe kushtetutën në nga shumë njerëz. Është e Qeveria thotë, duhet pezullohet sepse është qeveria në vendin tonë bën gabimet pa numurta, por në këtë rast qeveria thotë një gjë shumë thjeshtë. Erion Veliu nuk është. Pse nuk e shkarkoi vetë zoti Rama? Pyetje shumë e Po thjeshtë. sepse do vinte në gjykatën kushtetuese. Pra ky është Pikërisht për këtë shkak më drejtoni mua. Jo vetëm kur flas unë. Pikërisht për këtë shkak. Kjo është arsyeja Të lutem. që nuk e shkarkoi Rama se do vinte në gjykatën kushtetuese. E shkarkoi Këshilli Bashkiak. Të shkojtë e gjykata administrative. Po pse, se në fund fare... Ja bën mu. Gjykata kryeministria. Okej. Sepse ka patur qëndrimet të ndryshme dhe standardet të ndryshme për kryetar bashkie. Pra, për një moment, ta lëm Erion Velin, unë mendoj dhe kam, jo vetëm dyshime, po ka dhe prova që në këndvështrimin tim, zoti Veliaj duhet të ndëshkohet për veprat penale ku është përfshirë, korrupsioni, pastrimi parave. Tani ti duhet ta lëmë të vërtetojmë që Tirana qeverisht më mirë kur kryetari është në burg. Po themi gjë Erion Velia është në burg. Ogerta nuk o konsultua me Partinë Socialiste. Mund ta vi shumë mirë Ogerta në krye, në ai kurse i zgjedhjet. Këtë po them. Okej. S'kemi gjë. Jo, kjo është paka shumë ideja që të mos i lihet. Që nuk e bëra unë, është shfaqur në një kandidat që mund të fitojë se aty shumë konkurojnë, po ka shumë të spagu. Njeriu që mund të kap. Të 4 kandidaturat janë profesionistë, sa i përket garës për krerun e ri të SPAK. O, kush fiton nga këto, ç'ke dëgjuar ti? Po të lutem, unë nuk... Nuk e tregoj të. Jo, nuk e tregoj. Problemi është që ajo është një gjë që normalisht i takon KLP-s, unë mendoj që procesi duhet jetë i hapur, por dhe transparent. Por çështja është që edhe atë Gjavahir patjetër. Por ka një gjë, si zoti Gjoli, si zoti Braho, edhe zonja Musabelliu... Mëse zoti Klosi ka ardhur, vetëm një sekundë. Po, patjetër. Më bëni me shenja bëhet në telefon, përgjithsisht, që unë të iki nga këtu dhe të fillojmë të pjesë e dy që është mjaft e rëndësishme dhe ajo, i shefin e shërbim sekret kam tiru, nuk ka ardhë, po ju më një televizion të jetë shuafër është, apo ka trafik të uaj, trafik i masë shumë Tiranë, Klodi, e ke vënre. Po ndërtojët taksi Vorma Minas edhe kjo ka kryuar me sa duket, se duke u blokuar me fasha orari gjithë pjesë autostradës, ka kryuar trafik komplet në rrugët dytësore dhe nuk është shaka, por është shqetësim shumë serios. Edhe popullat e madhe që rrim në rrugë, e keni vënë re që të gjithë rrim në rrugë, marrin makinat dhe ecin për qef në rrugë vetëm. Si ka mundësi. Po nejse, hajde. Tani, të kalojmë edhe një pikë tjetër, regjia më ndihmon me këtë që e oqëm, Avdylajn, nëse mundeni, është arrestuar Aldo Avdylaj. Po se ndosë që vazhdimisht arrestuar nga këtë Avdylajt. Ka i shumë ka Avdylaj? Kjo di se ti kupton nga kjo gjë. Tani, Aldo Avdylaj është një ndër emrat më të rrezikshëm të botës krimit, është antar i një grupi kriminal me bazë në Shijak që drejtohet nga xhaxha i tij sipas SPAK Asrit Avdylaj, i dënuar më herët dhe i kapur në përgjime me ish-kreun e Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako. Klani kriminal ose grupi kriminal Avdylaj ka patur një ndikim të jashtëzakonshëm edhe sa i përket fushatave zgjedhore në qarkun e Durrësit, dhe kjo është e faktuar tashmë me vendime gjyqësore të formës së prerë, janë përfshirë në vepra kriminale të ndaj jetës dhe personit, pra kundër jetës dhe personit, dyshohen për ngjarje të rënda që kanë të bëjnë kryesisht me atentate mafioze, në rastin konkret Aldo Avdylaj dyshohet për organizimin dhe realizimin e vrasjes së Edmir Bregut vetëm për faktin se ai dyshonte se ai ishte përfshirë në dhunimin e tij, pra ishte rrahur më herët Aldo Avdylaj dhe urdhëroi vrasjen e tij dhe realizoi përmes një vrasësi me pagesë. Kjo ishte pjesa e parë. Ka dyshime të tjera që Aldo Avdylaj të jetë i përfshirë dhe në ngjarje të tjera kriminale të ndodhura në Tiranë, Durrës, por edhe në zonën e Krujës. Është konsideruar si, nëse mund ta them kështu, si një ndër njerëzit më gjatë ftohtë sa i përket ekzekutimeve dhe besoj që gjatë hetimeve do të dalin të dhëna të reja në raport me të. Sa i përket aksionit të policisë, zoti Rakipi nëse më dëgjon. Fal. Kamerak. Bëjmë një gabim, se tani botën për shumë gabime e shka. Sa i përket aksionit të policisë, patjetër që aksioni ishte i një shkallë rrezikshmërie të lartë, forcat renere neutralizuar atë në një banesë të marrë me qera pranë liçenit të thatë, ishte marrë në emër të një djali nga Shijaku i cili është po ashtu i arrestuar, Dorian Sherifi, dhe pritet të dalë përpara gjykatës për përkrahje të autorit të krimit.
ajo që ka bërë përshtypje në goditjen e fundit pak, sepse Aldo Avdyli kishte 2 masa sigurie dhe një tjetër në kuadër të operacionit revanshi, ajo që ka bërë përshtypje zoti Rakipi në gjithë dosjen kishte një detaj shumë interesant. Aleksandr Laho, i njohur si Rumi, njeriu i cili mbijetoi atentatit tek bikalimi Shkozetit në makinë me prokurorin e Durrësit në atë kohë Arjan Doj, që sot Arjan Doj është deputet në Kuvendin e Shqipërisë, i ofronte Aldo Avdylit sipërfaqe të mëdha toke, pra Rumi është i përfshirë në një skemë masive të tjetërsimit të pronave në Bregdetin e Durrësit, bëhet fjalë për sipërfaqe hektar të tërë dhe i ofronte sipërfaqe të mëdha toke me qëllim që Aldo Avdyli ti eliminonte kundërshtarët e tij, dhe ka një moment që Aldo Avdyli është aq i gatshëm të kryej vrasje sa i thotë ne mund të vrasim deri në 10 brenda një viti, mjafton që të vendosër se kush do të jetë i pari në radhë. Pra deri këtu kishte vajtur ashpërsia dhe përplasja mes grupeve kriminale në qytetin e Durrësit, që sigurisht ka 2 momente dhe me unë këto do ta mbyll. Një, lufta që bëhej për pronat në Bregdet, pra grupet kriminale që përplaseshin për tjetërsimin e pronave, dhe pika e dytë kishte të bënte me portin e Durrësit, pra kush do ta vinte në zotrim portin e Durrësit dhe kush do të kishte portën dalse të sasive të mëdha të kokainës apo kontrollin mbi ngarkesat e kokainës që hynin e dilin brenda vendit. Keni përshtuar një gjë për këtë Avdylin e Astirit? Arrestimi ishte Njëri prej Avdylve, se si që dini kemi dhe Avdyl tjera dhe gjitha. Tani, unë mendoj se Rozhani po thotë se liceu është ai dhe po vjen njeriu që kemi, plus njerëzit që po presin tani aty. Dhe unë mendoj që do kalojmë në disa momente shumë të rëndësishme, nesër si që thash, në fillim thash unë, po mblidhen shumë njerëz po vinde nga Kosova dhe në Këmbë. Do bëhet tani demonstrate madhe nesër këtu, që të shikoj Evropi, perëndimi, dhe ndoshta këta drejtuesit e UÇK-s i lirojnë, ndoshta gjykata politike është ajo, që veprimet që kanë kryer, por këta i si thua ja kanë bërë dhe vetes, e kanë krijuar vetë të gjykatë. Si që e krijuan vetë, dhe tani ajo ju ka rënë këtyre. E aprovuan vetë, nuk e ka. E aprovuan vetë, dhe tani... Mos donin këta zbëj. Dhe zbëj, po... Tjetër kush e odhi den, ta ra në shikojmë këtë punë, me fotoskosin do t'jem unë për të pyetur për disa gjëra se ç'ka kuptuar ai nga ajo kohë, se ka qenë shef shumë i rëndësishëm, shef shërbimit sekretet asaj kohe në Republikën tonë, po ai sa lejohet të flasë, tani mund lejohet të flasë, dhe Amerika i hap dokumentat. Për shembull, vjen një kohë dhe i hap letrat. Rinë në arkiv, i hap. Bën të hapshme ato. Po, kështu do flasë edhe me kolegë të tjerë që kam thirrur, do flasim edhe se kanë filluar dhe shërë të madh, një kacafytje shumë e madhe, Berisha, Sulmon Ramën dhe Rama Berishën, që kush e do më shumë Kosovën, tani, dhe kush i do... Ka dhe një kacafytje tjetër me Kurtin. Dhe kacafytje me Kurtin, ka filluar dhe me Kurtin, da diskutojmë atë këtu në studio e gjitha, po do diskutojmë dhe në problem tjetër, unë i falenderoj shumë, që ndihmuat, besoj mirë ndihmuat, ne do të jemi përsëri, domethënë sa më shpejt, dhe atë çështën e parë do ta rimarrim, do të thresim, besoj, njerëzit që janë brenda kësaj ngjarje, këtij problemi, dhe ata të japin shpjegimet e tyre. Publicitet dhe rikthehemi menjëherë.